Mos e hidhni kurrë lëkurën e bananës, bën mrekulli për trajtimin e këtyre problemeve. Shumica e njerëzve hedhin lëkurat e bananës me njëherë në plera, pa menduar se sa e dobishme mund të jetë ajo. Ekspertët paralajmërojnë se këto mbeturina të zakonshme mund të kenë përdorime të jashtëzakonshme në përditshmëri, nga kujdesi te lëkura deri te përmbajtja e elementeve ushqyes. Lëkurat e bananës ofrojnë një sër përfitime si: ato ndihmojnë në kujdesin e lëkurës. Ana e brendshme e lëkurës së bananës është e pasur me vitamina dhe antioksidantë që ndihmojnë në hidratimin e lëkurës dhe reduktimin e acarimeve, pastrim dhe mbarvajtje të shtëpisë. Lëkurat e bananës mund të përdoren për të lustruar këpucët, enët e argjendit, gjithashtu edhe për gjethet e bimëve shtëpiake. Vajra natyrale të lëvorës së saj japin shkëlqim pa përdorur kimikate. Ajo mund të përdoret edhe në mbeturinat e koshit tuaj, gjithashtu edhe mund të përdoret si ple erimi i kopshtit për të marrë më shumë element ushqyes bimar.